Reagimi i shpejt, vendosmëria dhe guximi, padyshim dhe profesionalizmi që dy kolegët tanë, inspektor Ermal Qeku dhe inspektor Eduard Saliko, treguan sot, janë prove standardit lartë që policia jonë përfaqëson. Të dy kolegët përballë një personi të armatosur, i cili nuk ishte nguruar ta përdorte atë, vepruan me qetësi, vendosmëri dhe guxim, duke qenë në kontroll të plot të situatës, duke neutralizuar autorin dhe duke sekuestruar edhe provat e krimit. Këto janë veprime në fakt që nderojnë uniformën tonë, rrisin autoritetin e policisë dhe padyshim edhe besimin e qytetarëve te institucioni jonë. Prandaj jam shumë krenar për ju, mirënjohje për dy kolegët, falenderim padyshim për gjithë punonjësit e policisë dhe për atë që ju jepni përditë nga vetja në funksion të sigurisë publike dhe të smirës qytetarëve. Me dy kolegët do gjejmë rastin që të takohemi përsëri, sepse drejtori më ka propozuar që t'ju japim një stimul moral, padyshim dhe material për këtë gjë, dhe do të kemi rastin të takohemi edhe në ambiente tjera. Faleminderit.